Ameli salih, punë ti e mira, fjala amel ka kuptimin e punës, veprim, mundim, të përbushurit e nxe urdheri ose detire, të zbatuarit e urdrave të fese, ibadeti, ndërsa fjala salih ka kuptimin të kenit i mire, i dobishem, i vlefshem, i hajrit, ajke posedon drejtësi dhe veprimit e drejta, ajke i zbaton urdhrat e fese me dinjitet i divotshëm. Pra, shprehja amel dhe sali xhanet e lidhura ngushtan gjera me gjetren dhe ai i cili bën veprat e mira në terminologjinë islame ngjihet si salih. Edhe në Kur'an fjala salih ka të bëjë me atë që është i drejtë në besim, në sjellje, në mënyrën e jetës dhe në veprat e mira. Andaj veprat e njerëzve ndahen në veprat e mira, të dobishme, të vlefshme, salih, dhe veprat e keqja. Në kohësisht veprat e njerëzve kategorizohen edhe me veçori të qerasi, vepra që bëhen me zemër, bindje, vepra me gjuhë dhe vepra me gjymtyre. I katis lidhjet me samelit dhe njetit punat e kelimi, njet, gjanedi faktoret e pandashem njeri me qetrin, ashtu siç thotë edhe. Pejgamberi SVS. Veprish përbëhet sipas kalimit. 4. PRA, vepra QI bajm, mersh përbëlmen I mërituar na Allahu Tila, vidam adahir kur nijiti est perfetimi, I kenakisais se tij. Nanje puna deheti gene present cater factor, deteria, nijiti, derimi dhe syncreteti. PRA, para se jithash dehet pazer deturi se deheti bihet aho puna, mi pa deheti dehe kelamai se per kfer bihet puna, derimi sherban per kemben gold any realismen e kalimit. Pavarizisht vesh tiresiv QE hazan jate ridges, DHE syncreteti, na mundasin te ruhimi, na hypocrisia any punitana. For Buhario, Iman, 41, Biju Alvaj, 1, 45, Nika, 5, Muslim, Amarat. 45, Abu David, Talik, 11, Tirmizi, Zihad, 16, Nasai, Taharat, 60. Ibn Max, Zud, 26, NR 4227. 32. Para se jithash. Imam Rabbani ani letrin QE I durgoin J and zenisi te tij. Any lij mi punit QE dehet te kryhen any region alahut. Ender te jerashgruen. Se pari, njeriu duhet ta drejtoje besimin përshtatshëm me besimin e digjetareve të ehli sunnet vel kshematit, që njihen si grupi I të shpëtuarve, dhe se diti duhet të mesojme regulat e fikut, juridiksionit islam, ku përfshihen farzet, sunnetet, mustehabet, të lejuarat, halal, të ndaluarat, haram, mekruhet, veper e qila e shtafer haramit, e papelkyer, dhe të gjitha gjerat e dishimta si pas juridiksionit islam, duke përdor mesimet e fikut, I bajme punet e mira, sali amel, në mënyrën e duhur, pasi që përfitohen këta dikrahe, besimi dhe puna si pas fikut, dhe nëse Allahu Teala dëshiron, atëherë është I mundur fluturimin e boten e hakikatit, përndryshe ingritjen e atë botet e lartë është e pamundur pa këta dikrahe, besim të drejtë dhe punet e mire. Kërisansh, Imam Rabbani Mektubat 277-33. Puna e pare që duhet të bëhet është mesimi I rregullave të namazit, farzet, vaksibet, sunnetet, mustehabet, nafilet. Në lidhje me këto rregulla duhet të takoheni shpesh me njerëzit e digjes dhe t'i pesni ata. Këgjo për shkak se namazi është shtila e fese, drita e digjetareve. Namazi është e zbukurimi dhe grada e afersisë se digjetareve. Ebu Nasr e Serrak 34, Ilmi hal tahareti. Pastërtia taharet do të thotë pasterti. Pastërtia fizike, materiale dhe psikike, shpirtërore ndahet në dy pjese. Pastrimi hades, gengja e papastërtise, trupore dhe shpirtërore, kjo e detajron margjen e abdesit dhe gusulit ku het hades, kur gjemin e gengjet e papastërë nga ejakulim I spermes, kshenabet, menstruacionet tek femrat, hajis, dhe koha pas lindjes, nifas, me marrjen e abdesit, e me pas gusulit, behet pastrimi I hadesit. Pastrimi neksaset. Gjerat ke nuk gjanete pastra, ke gjanete pista në fekuhen neksaset, perte kene namazi I pranueshem tek Allahu Teala, gjemit e obliguar të kemi trupin e paster, robat e pastra dhe vendin ku falemi të paster. Tventi sajt kje rëndësia e pasta zartis në Islam, pastertia në Islam zenjeve në shume të rëndësishem.
I gjite legjislacioni islam është I ndertuar mbi faktorin pasterti. Prandaj edhe librat e fikut dhe haditheve fillojnë po me temen e pastertise. Pastertia sipas fesë islame jo vetëm që është kushtper ibadetet, por ajo është edhe pjesë e shëndetit tonë në të ngjeshten kohë. Pastertia është edhe ngjeri nga faktoret kiç për ta fituar kenakesin e Allahut Teala, ashtu siç thuhet në Kur'an. Padyshim Allahu I do të pastrit. Nove tëbe, I sekson lort. Gjithashtu edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam në lidhje me rëndësinë e pastertisë thotë, pastertia është gjysma e imanit sik, feja islame e bente karte rëndësinë që ajo I jep pastertisë. Seks muslim taharet unë të sentrasi pastertia e zemrës. Ekzistojnë di logj pasterti. E para është pastertia I trupit, edhe e dita ajo e zemrës. Ashtu siç nuk ngjihet namazi pa abdes, po ashtu edhe pa pastrimin e zemrës nuk realizohet njohuria e vërtetë. Ashtu siç pastrohet trupi me ujët e paster, po ashtu edhe zemra pastrohet me teubet e tehvit të paster. Ashtu siç merret abdesi I gjashtem, zahir me ujë, edhe abdesi I brendshëm, batin, behet I mundshëm, me teubet e me kthim tek haku. Gjunahet gjane ndyresi psikike shpirtërore, kjo e njollosin zemrën dhe shpirtin për të pastruar prej këtyre ndyrësirave për pastrim shpirtëror gjane, teube ja istigfari, dikri, përmendja, për kujdimi, duaja dhe veprat e mira. Andaj duke kërkuar falje dhe mëshire me pendim të sinkërte për gjinahet tona e pastrojme shpirtin dhe zemrën tone, ai që ben pendim të sinkërte tek Allahu Teala për gjinahet, gabimet e tij, pastrohet nga gjinahet e bera, ai që ben mire për hirte Allahut, ishlihen gjinahet. Pra Allahu Teala robit të tij I jep mundesne për pastrim nga gjinahet dhe arritjen e kenakesise shpirtërore në të dibotet, së të spikjar një namaz nan ketësi. Shpirtërore për të kene I koncentruar në namaz, duhet të marrim abdes me një kujdes të veçante, nga se abdesi që merret shkele shkon dikon në përkendrim gjatë faljes së namazit, në lidhje me këtë, Shej Abdurrahman Tahit thote, mos përkendrimi në namazeshta I lidhur direkt me mënyrën e marrjes së abdesit dhe me pastertin e gjatë e kryerjes së nevojës, kur muslimani përgatitet për të marrë abdes duhet ta di se ai po del para Allahut Teala, kryesit tek gjithësisë, andaj duhet ta gjetë I paster nga pa pastertia e dukshme dhe e padukshme. Edhe kur merr abdes, duhet ta digje që abdesi është faktori I pastertisë shpirtërore dhe para përgatitje për të hirën e namaz. Saad Abdurrahman Tahi, El Isarat, fatës e sotjo çojar tajsi, regulat kur shkojnë më në tualet, parasi të himen e tualet, duhet të kërkoj me mbrojtje nga shejtani me udhu billahi minesh, shejtani raksim dhe të themi duane, Allahumme inni udhu bike minel hubti vel habayth, Allahu im me mbrojt nga shinet me shkush dhe femra. Në tualet duhet të hejhet me kemben e majtet dhe duhet të dilet me kemben e gjatte. Gjatë shkuarjes në tualet duhet të largohet nga trupi çrokgje e cila përmban emrat e Allahut apo diçka të fese. Në tualet nuk është mirë të hajhet me çorape me paltot e gjate dhe gjithçka e cila mund të perlihet gjatë kryerjes së nevojës. Nuk është mirë që të kryhet nevoja në kembe dhe në drejtim të kibles. Në tualet nuk është mirë të flitet, të këndrohet shume, të leksohet gazeteqe, nuk është mirë të peshtihet, nuk duhet shikuar organin seksual, kur gjemi gjashte duhet pasur kujdes gjatë kryerjes së nevojës, në mënyrë që mos të pengojme asken dhe mos të shihemin nga të qeret, nuk duhet të kryet nevoja në uje lume peroske, mur, vareza, rrugë dhe të ngjashme. Më të ru, ata që kanë dëshime, janë vesvese, për rjedhje të mundshme të urines, për të mos u bere peng I vesveses, pasi të bajnë pastrimin, duhet të hedhin pak ujë mbi veshjen e brendshme. Gjatë kryerjes së nevojës nuk kuksojme të sperkatemi me urine, pas pastrimit të organit me ujë. Nëse kemi fakolete apo diçka të ngjashme, mund të fshihemi me te. Kur të dalim nga tualeti, duhet të ne, gufranike, Allahu im me falmua. Nuk duhet të merret abdesi përderisa nuk gjej sigurt që urina është e ndërprerë, pasi këtë dilet nga tualeti, duar duhet pastruar me ujë. Istingsha dhe istibra me fjalen istingsha në nënkuptoj me pastrimin, e pjesës se kaktuar të trupit pas kryerjes së nevojës se madhe ozet e vogel, në mungeset e ujit mund të perdoren gjete, gure,
letër tualeti dhe të ngjashme. Ndërsa me fjalen istibra, nen kuptojme kjo duhet të pritet pak pas urines, të gjemit e sigurt se nuk do të kete rjedhje nga organi pas urinimit. Istingsha, pastrimi i organit, behet atëhere kur gjemit e sigurt kje nuk ka me rjedhje. Qalis abdesi eshte pastrim, i pjesëve të caktuarët e trupit para se ti drejtohemi Allahu Teala në përmjet namazit, abdesi eshte kusht për namaz falesin. Marja e abdesit, pos pastrimit të pjesëve të trupit, një kohesisht pastron dhe përgatit shpirtin e namaz. Falesit për të dale para Allahut, njerju, edhe kur ben kek, edhe kur ben mire, për dore gjimtiret e trupit të tjegjë. Pështë njerju përmes dores krin shume veprime, përmes gogjes u shkehet dhe flet, përmes hundes me ererat të ndryshme, me si shikon, me krahbarte, me vesh dhe gjon, me kembe e ke, et që keto veprime ke realizohen me gjimtire mund të gjenet e mira ozet e ke kigja, kjo aludon në ate se me gjimtire mund të fitohet sevap ozet e hehet në gjina. Andaj, gjate margjes, se abdesit lutemin e brendin e tone per pastrim nga gjinahet e bera me ose pa kelim, në filim behet një gjeti, kënen kupton edhe përgatit që në shpirte erore per të hire në namaz dhe filon margja e abdesit, a krestis la henduar deri të një gjatë e duarve, 3 here, kure fusim u gjinë në gogje, 3 here, lutemi. O, Allah ma mundeso këta përmend emrin tënë me lehte aside dashurin da qtegje, e kure fusim u gjinë në hunde 3 here, lutemi. Allah me mundeso ke hundaj me tanuas eren e shenetit e me ruaj nga era i shehenemit. Kure lajme fytyren 3 here lutemi. O Allah, mas bardho fytyren ti me driten tënde në ditën e gjikimit e mos mangshia te. Kure lajme krahun e gjatë 3 here tuhet. O Allah, me bëj nga ta ke ju gjepet libri nga dora e gjatë dhe ma lehte eso logarine, gjatë e largjes se krahut te majte 3 here tuhet. Allah mos me bëj nga ta ke ju gjepet libri nga e mashta dhe ma lehte eso logarine në ditën e gjikimit. Kuri japim mesh, lemojme, kokes një here tuhet, o Allahu im, me mbulo me meshire, zbrit bereket njohuri dhe higje në ditën kur nuk do të kete higje qeter përveç jes se arshit. Valis kuri pastroj me veshet një here tuhet, o Allahu im ma mundeso këta gjemga ata të silet i dëgjojnë dhe praktikojnë urdrat tua, dhe me bëj këta dëgjoj tirgjen për në kshenet, dhe kur të lahet kafa një here temi, Allah me ruajë nga zingshireti shehenemit, ndërsa gëte largjës se kembeve, 3 here tuhet, o Allahu im bëj ke une të gjem i kendru e shem, si një nga ndjekesit e rrugës tënde të drejta, pas abdesit shkiptoj me shahadetin dhe bëj me duane, Allahu im njeriu i ben kek vetis, edhe une mund të kemberin do një gjina, une pendohem me pendim të sinkër të tekti, për falgjën e gjinahut, me fal mua prano luqet e mia nga se ti e do pendimin, gja Rabbel Alemin, me pastro nga gjinahet dhe me bëj prej roberve të penduar, me bëj prej atyre ke falenderojnë shume, durojnë edhe të përmendin të gja Rabbel Alemin. Ashtu si që u gji pastron pa pastertine, edhe pendimi i sinker të pastron gjinahun e bere. Karti të lis farzet e abdesit, abdesi ka 4 farze. 1. Largja e fytyrës. 2. Largja e duarve deri në berila. 3. Denja mes hart in kartes se kokes. 4. Largja e këmbeve deri në nigje, zog të shputes. 8. Mesi eshte lemim me dore të lagormbi mestet, ma badgjet e lekuris. Dhe mbi ndonjë pjeset e trupit kë eshte, e mbesht gjelur me fashe, të cilen për shkak të plagjes ose lendimit nuk mund të pastrojme. Kato pjekës sunetet e abdesiti, sunetet e abdesit gjene keto, bergja një gjet per të mar abdes. Filimi i abdesit me euzu besmele, ose bismillah velhamdulillah ala dinil islam, largja e duarve deri në nigje, largja e dembeve me misvak, largja shpelargja e gogjes 3 here, largja e hundes 3 here, largja e pjeseve të trupit nga 3 here, kompletimi i abdesit pandjerprerje, pastrimi i mire i pjeseve të trupit gjatë abdesit, largja e pjeseve të trupit duke filluar nga e gjatta. Gjatë largjes së duarve dhe kembeve, fillimi i largjes nga gishterinte, gjatë largjes së duarve, lëvizja e unazes, në mënyrë që të depërtoje ujin e të gjitha pjeset e dorës, denja mes shvesheve, denja mes kafes, denja mes gjithë kokes, gjatë largjes së duarve, ferkimi ndërmjet gishtave, përshkimi, ferkimi i mjekres me gishterin që të lagur. Largja i pjeseve të trupit sipas rades.